Mirëmëngjes. Hapim seancën plenare. Ju lutem zini vendet. Në bazë të nenit 30 rregullores ju bëj të njohur rendin e ditës për seancën e sotme plenare. Sot në rendite kemi si pikë të parë njoftimet dhe pika e dytë projekt ligji për ratifikimin e marrëveshjes pranimit Republikës së Shqipërisë përfaqësuar nga kryeministri Edi Rama në kartën e bordit të paqes. Filloj me çështjen sipas rendit ditës. Ju njoftoj se nga një grup prej 30 deputetësh të grupit parlamentar të Partisë Socialiste me shkresën numër 295 fraksion 1 datë 21 i pari 2025 bazuar në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe në rregulloren e Kuvendit duke vlerësuar rëndësinë e projektligjit për ratifikimin e marrëveshjes pranimit të Republikës së Shqipërisë përfaqësuar nga kryeministri Edi Rama në kartën e bordit të paqes në funksion të angazhimit vazhdueshëm të Republikës së Shqipërisë për promovimin e paqes, stabilitetit dhe bashkëpunimin ndërkombëtar dhe duke marrë në konsiderat rëndësinë strategjike të bordit të paqes, kanë kërkuar thirrjen e Kuvendit të Shqipërisë në seancë plenare në datën 22 janar 2026 ora 10:00 me këtë rendite. Miratimi i projekt vendimit për miratimin me procedurë të përshpejtuar të projektligjit për ratifikimin e marrëveshjes së pranimit të Republikës së Shqipërisë përfaqësuar nga kryeministri Edi Rama në kartën e bordit të paqes. Shqyrtimi dhe miratimi i projektligjit për ratifikimin e marrëveshjes së pranimit të Republikës së Shqipërisë përfaqësuar nga kryeministri Edi Rama në kartën e bordit të paqes, pra është pika tjetër në mbështetje të nenit 78, pika 1 dhe 83, pika 2 të Kushtetutës së Shqipërisë, neni 7.6 dhe neni 27 fraksion 1 rregullores Kuvendit, në bazë kërkesës së 1/5 të deputetëve të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, ka dalë urdhri numër 4 datë 21 i pari 2026. Në mbështetje të nenit 28 rregullores, kërkesa për procedurë për shpejtuar paraqitet me shkrim të kryetari i Kuvendit, i cili ja njofton Kuvendin seancë plenare më të parë. Pas njoftimit të kryetarit dëgjohet një folës pro dhe një folës kundër, por jo më shumë se 10 minuta. Kryetari i Kuvendit i paraqet Kuvendit për vendim, projekt vendimi përkatës ku përcaktohet data e shqyrtimit të projekt vendimit, komisioni përgjegjës dhe data e shqyrtimit në seancë plenare. Kërkesa plotëson kriteret e parashikuara në nenin 28 rregullores, është paraqitur me shkrim pra, përmban në shkrime përkatëse dhe është kërkuar nga më shumë se 1/5 e deputetëve. Në projekt vendimi është përcaktuar se komisioni përgjegjës për shqyrtimin e projektligjit është Komisioni për Europën dhe Punët e Jashtme dhe shqyrtimi dhe miratimi i projektligjit do të jetë në seancën e sotme plenare të datës 22 i pari 2026 ora 12:00. Siç e përmenda edhe më lart, në mbështetje të rregullores dëgjohet një folës pro dhe një folës kundër. Kush e do fjalën? Po. Zoti Balla. Faleminderit kryetar, zonja dhe zotrinj deputet, të dashur qytetar shqiptar, sot Kuvendi i Shqipërisë thirret për të marrë një vendim me një peshë tepër të veçantë politike dhe historike, që shkon përtej rendit të zakonshëm të ditës ku Republika e Shqipërisë dhe kryeministri i saj Edi Rama janë ftuar të jenë vend antar themelues dhe antar i bordit. Kjo ftesë përbën një vlerësim të drejtë për drejtë, ndërkombëtar për rolin konstruktiv dhe shumë të besueshëm të Shqipërisë sonë përbashkët dhe shënon një moment të paprecedent pozitiv ku vendi ynë shihet si një aktor që kontribon në zgjidhje të rëndësishme globale për paqen e jo thjesht si dikur një pjesë periferike e tyre. Kjo ftesë, zonja e zotri, të dashur qytetar shqiptar, nuk është diçka e zakonshme. Nuk është formale,
dhe nuk është as simbolike. Në letrën zyrtare drejtuar Kryeministrit të Shqipërisë, Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, e cilëson këtë nismë si një përpjekje historike dhe madhore, duke theksuar nevojën për një qasje të re në ndërtimin e paqes, një qasje e natyrës pragmatike, e orientuar drejt rezultateve konkrete për të sjellë paqe, kudo ku sot në botë ka konflikte me një fokus veçantë situatën në Gaza, larg modeleve tradicionale burokratike që kanë dështuar të prodhojnë stabilitet afatgjatë. E prandaj, kolege deputete, Bordi i Paqes sipas kartës që do të shqyrtojmë sot si fillim në Komisionin për Europën dhe Politikën e Jashtme, e më pas në seancë plenare, është organizmi i dur ndërkombëtar që synon stabilitetin, që na duhet për rivendosjen e paqes, por dhe qeverisjes lishme dhe të besueshme dhe sigurimin që paqja kudo në botë jetë e qëndrueshme. Gjithmonë, sikurse e nënvizon edhe në letrën e tij presidenti amerikan Donald Trump, gjithmonë në përputhje me të drejtën ndërkombëtare. Është e rëndësishme pra të theksojmë sot në këtë parashqyrtim, ndërkohë që sapo të rifilloi seanca, Ministra për Europën dhe Punë të Jashtme do të bëjë gjithë prezantimin e plot të kësaj karte dhe të antarësimit të Shqipërisë, duke u përfaqësuar nga Kryeministri i Republikës së Shqipërisë, zoti Edi Rama, të marrë në konsiderat nevojën e shqyrtimit me procedurë të përshpejtuar, sepse duhet ta dimë rëndësinë e fillimit sa më parë të punës së këtij bordi, ku Republika e Shqipërisë do të përfaqësohet nga Kryeministri zoti Edi Rama, dhe t'i themi sot qytetarëve, duke sqaruar në këtë fazë të parë të kësaj seance, edhe disa element për të cilët janë dëgjuar, ka një vot secili dhe peshë reale në drejtimin strategjik të organizimit. E pikërisht në këtë frymë, Shqipëria jonë është ftuar të jetë jo më si dikur, si një vëzhguese, por si një bashk arkitekte themeluese e një mekanizmi të ri ndërkombëtar për paqen. Ky është një kalim simbolik dhe politik nga dikur periferia e diskutimeve globale mund qendër të tryezës së vendimarrjes. Është dhe një dëshmi domethënëse se në politikën ndërkombëtare të sotme, madhësia e një vendi nuk përcakton më peshën e tij politike, atë e përcakton në radh parë besueshmëria, koherenca dhe vendosmëria për të qenë një vend partner i Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe i aleatëve të tjerë. Kjo ftesë, zonja e zotërinj, të dashur qytetarë shqiptar, konfirmon gjithashtu forcën dhe besimin e ndërsjellët në partneritetin ton strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një partneritet që mbetet boshti ynë kryesor i politikës son të jashtme, e për të cilën vota sot do të jetë një test tjetër i konfirmimit se sa i përket marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ne nuk kemi dasi mes njëri tjetrit, dhe unë uroj e shpresoj qoftë vota tani në këtë moment sa i përket shqyrtimit procedurë përshpejtuar, e në fund shqyrtimin parim nën për nën në tërësi të këtij projekt ligji, të jetë një votë unanime e të gjithë anëtarëve të Kuvendit të Shqipërisë. Shqipëria vlerësohet si aleate e qëndrueshme e besueshme që ndan vlera të rëndësishme për paqen, për sigurinë, rendin ndërkombëtar të bazuar në rregulla. Fakti që Shqipëria ftohet si antare themeluese jep vendit tonë një rol aktiv në formësimin e vizionit, parimeve, vendimarrjes bordit paqes, por dhe duke rikonfirmuar dhe njerë rolin udhëheqës për paqe dhe stabilitet që Shqipëria ka në rajonin tonë të Ballkanit Perëndimor. Dhe ky besim nuk është i rastësishëm,
ai është rezultati i një politike të jashtme koherente dhe të përgjegjshme ndër vite, e cila ka pozicionuar Shqipërinë nën udhëheqjen e kryeministit Edi Rama si shtet që respekton të drejtën ndërkombëtare dhe angazhimet e marra. Për këtë arsye, Shqipëria sot shikohet, jo vetëm perceptohet, por konfirmohet si aktori pa agenda të fshehta, i aftë të kontribuojnë në procese të ndjeshme diplomatike, sikur janë proceset që do të fillojnë menjëherë që nga java e ardhshme me një prezencë të përfaqësuesit të Shqipërisë në bordin e paqes të kryeministrit Rama. Ftesa për t'ju bashkuar bordit paqes rrit ndjeshëm profilin dhe vizibilitetin ndërkombëtar të Shqipërisë dhe dërgon një mesazh të fortë: Shqipëria jon e përbashkët eksporton vetëm stabilitet dhe nuk konsumon as pak stabilitet. Koleg, kjo ftesë është padyshim një ndër nderet më të mëdha për Shqipërinë dhe shqiptarët anë mban globit, kudo që ata jetojnë e punojnë. Por mbi të gjitha është një përgjegjësi shtetërore, ku i takon sot Kuvendit të Shqipërisë të marrë dhe kuvendi pjesën e përgjegjësisë, por dhe të një roli të rëndësishëm mbështetës për ta çuar përpara procesin e ratifikimit të antarësimit të Shqipërisë, të aderimit të Shqipërisë, sipas formës së përcaktuar dhe nga karta, pra nga statuti i kësaj organizate të re ndërkombëtare, duke i dhënë plot fuqishmërinë përfaqësimit të Shqipërisë në këtë kartë të bordit paqes nga kryeministri i Shqipërisë. Pjesëmarrja në bordin e paqes nuk është një përfitim imazhi, por një angazhim për të kontribuar realisht, ku çdo vendimarrje do të udhëhiqet nga interesi kombëtar dhe përgjegjësia institucionale. Sot edhe opozita nuk ftohet për të votuar një parti, nuk po votojmë një mazhorancë apo një opozit, por po votojmë për Shqipërinë dhe për rolin që ajo zgjedh të luajë në botë, e për të cilën Shqipërinë tonë përbashkët duhet jemi të gjithë krenarë. Ju ftojmë ta votoni projekt vendimin që ju kemi paraqitur dhe të mbledhim menjëherë Komisionin për Europën dhe Punët e Jashtme, të shqyrtojmë projekt ligjin siç e përcakton rregulloria dhe kushtetuta në komision, e të rimbledhemi menjëherë pa humbur kohë për të vijuar seancën me shqyrtimin dhe votimin sot të këtij projekt ligji që unë nuk hezitoj as pak. Kemi nderin të gjithë që u ndodhëm sot në Kuvendin e Shqipërisë për të votuar një akt historik të Shqipërisë sonë përbashkët. Faleminderit gjithëve. Faleminderit zoti Balla, fjalën e ka zoti Gazmend Bardhi. Zotë Kryetar, kam kërkuar fjalën dhe për procedurë, që kështu do duhet ma shtosh në kohë. Spari besoj se qytetarët shqiptare gjuan hartimin e kolegut parafolës, por nuk gjuan as një fjalë se ku qëndron nxitimi i Shqipërisë për ta përmbyllur këtë proces sot. Besoj në 10 minuta fjalë, nuk u shpjegua se për çfarë arsye dhe ku qëndron urgjenca e shqyrtimit të këtij projekt ligji me rëndësi historike, tha kolegu, 140 deputetët e Kuvendit të Shqipërisë duhet ta votojnë 12 orë në total pasi kanë bërritur nga Këshilli i Ministrave. Gjuat në argument për këtë? Unë e di që çdo shqiptar mendoj që kolegu do ngrihej këtu dhe do niste fjalën e tij duke kërkuar ndjesë në emër të mazhorancës tuaj që ky që keni në krye e ka konsideruar njeriu që sot po vendos paqe kudo në botë, presidentin e Shtetet e Bashkuara të Amerikës, turpi i njerëzimit. Ka qenë Edi Rama, i vetmi lider botror që është drejtuar presidentit të Shtetet e Bashkuara të Amerikës me termin përfaqëson
turpin e njerëzimit. Një deklarat që në fakt nuk i shkon as marrëdhënieve, jo thjesht Shqipërisë, po të kombit shqiptar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një marrëdhënie, një deklarat që vën në rrezik sigurinë dhe marrëdhëniet e shkëlqyera strategjike mes kombit shqiptar, Shqipërisë dhe Kosovës dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Se erdhe këtu dhe fole për Shqipërinë. Ne nuk ndjehemi të vlerësuar për partneritetin që ka vetëm Shqipëria me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po ne ndjehemi krenar për marrëdhëniet e shkëlqyera që kombi shqiptar ka me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prandaj dhe ftesa për të bërë pjesë e kësaj iniciative i është drejtuar Shqipërisë dhe Kosovës. Dhe parafolsi kishte detyrimin të kërkonte edhe një tjetër ndjes, që herës tjetër u ngrit këtu dhe bëri propagandë sikur ai që i ka thënë presidentit Trump turpi i njerëzimit ishte i vetmi lider në Ballkan që ishte ftuar të bëheshe pjesë e bordit paqes. Dhe u detyrua presidentja e Kosovës ta nxirrte ashtu siç është, gënjeshtar, sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishin ftuar në këtë bord Shqipërinë dhe Kosovën për shkak të rolit të jashtëzakonshëm që ka kombi jon, jo thjesht në paqen Ballkan, por në paqen në Europë dhe më gjerë, dhe për shkak të raportit të shkëlqyer strategjik që ne kemi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prandaj, me dy ndjesa të munguara në këto foltore, nuk mund vihet të bëhet propagandë. Nuk mund të tallesh me presidentin e Shtetet e Bashkuara të Amerikës, as me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që të flasësh për arritje historike, ndërkohë që përpara pak vitesh e ke quajtur njeriu kyç të paqes sot në botë, presidentin e SBA-s, turpi i njerëzimit. Për të kthyer te kërkesa juaj. Ke dy kërkesa, zoti kryetar. Spari ke kërkesën e Këshillit Ministrave, që si rregull do duhet jetë dorëzuar përpara kërkesës grupit parlamentar të PS-s. Se këta nuk mund të kërkojnë procedurë të përshpejtuar për një projekt ligj që nuk ka ardhur në kuvend. Në fakt kështu ka ndodhur. Këta kanë dorëzuar kërkesën përpara se projekt ligji të propozohet nga Këshilli i Ministrave. Dhe nuk kanë koordinuar me Këshillin e Ministrave, cili nga ana tjetër në projekt vendimin që ne në vendimin se e kanë sjellë pa firmë. Kaq serioz jeni ju. Dokumentat që janë shpërndar deputetëve s'kan as firmën e kryeministrit, është bosh, as kundër firmën e ministres punëve të jashtme. Është material në Word që i është shpërndar deputetëve. Dje në orën 9:30 darkës. Dhe në atë vendim të Këshillit Ministrave, që unë po prezumoj që është miratuar dhe firmosur pavarësisht se deputetëve nuk i është vënë në dispozicion, ka një kërkesë në përputhje me nenin 83 që të shqyrtohet ky projekt ligj me procedurë të përshpejtuar. Dhe ajo është kërkesa e parë ligjërisht paktën që është dorëzuar. Tani na thoni kë do duhet votojë ky kuvend? Kërkesën për procedurë të përshpejtuar të Këshillit Ministrave apo kërkesën për procedurë të përshpejtuar të këtyre që kërkonin shqyrtime e procedurë të përshpejtuar një ligji që nuk s'ka ardhur akoma në kuvend? Si do ta justifikoni ju që po shkelni jo vetëm procedurën, se nuk ka ndodhur kurrë në këtë kuvend që njoftohen deputetët në 9:30 të darkës, vim në mëngjes në orën 10 edhe të votojmë në orën 12, një gjë që është historike, shmallore, që çdo vend ka marrë dhe po merr kohën e vet për ta shqyrtuar. Tani unë e kuptoj që ky krau këtej mori urdhër në mbledhjen e fundit të grupit tuaj parlamentar nga Edi Rama, që s'ka nevojë as me diskutu, as me lexu, as me shqyrtu, janë këtu vetëm për të votuar. Po ne nuk jemi këtu vetëm për të votuar. Ne jemi këtu edhe për t'i dhënë llogari qytetarëve,
edhe për të informuar qytetarët, edhe për të bërë transparencë dhe jo propagandë për qytetarët. Si doja bësh, zotrote, se e betuar këtu, po që e ke grisur që ditën e parë ku je ulur në atë karrige, neni 83.2 dhe 3 të Kushtetutës Republikës Shqipërisë. Kuvendi me kërkesë të Këshillit Ministrave ose të 1/5 të gjithë deputetëve mund të shqyrtojë e miratojë një projekt ligj me procedurë të përshpejtuar, por jo më parë se 1 javë nga fillimi i procedurës së shqyrtimit. Si doja bësh kësaj dispozite kushtetuese? Ta lexoj deri në fund kaq ka, vetëm nëse taulanti të ka dhënë ty një kushtetutë tjetër. Se paragrafi kaq ka. Paragrafi ka kaq. Deri në fund kaq është. Nëse të ka shkruar me shkrimdore taulanti në një fjalë shtesë, të ka mashtruar se kushtetuta thot kaq sa ç'po lexoj unë dhe po ta ripërsëris. Kuvendi me kërkesë të Këshillit Ministrave ose 1/5 së të gjithë deputetëve mund të shqyrtoj e të miratoj një projekt ligj me procedurë të përshpejtuar, por jo më parë se 1 javë nga fillimi i procedurës së shqyrtimit. Pik, thot kushtetuta. Tani ti na jep çat ka shkruajt shtesë taulanti, që të ka bin ty dhe të ka mashtruar, që të vish këtu dhe t'i propozosh Kuvendit Shqipërisë të shkel Kushtetutën e Republikës Shqipërisë. Të fusësh presidentin e Republikës në ngërç kushtetues. Se nëse presidenti i Republikës është presidenti i Republikës, nuk mund të dekretojë dhe të shpall një ligj që miratohet brenda 24 orëve nga ardhja në kuvend, se ndalon kushtetuta. Dhe një nga kërkesat që shqyrton presidenti ku i shkon një ligj për shpallje është të verifikojë procedurën kushtetuese të miratimit ligjeve. Pra çfarë po fitojmë ne? Sepse sipas kushtetutës ne e votojmë sot, Bajram Begaj në pozicionin e tij kushtetues do duhet ja kthejmë brapsh Kuvendit për shkelje të procedurës kushtetuese, miratimin e kësaj marrëveshje. Këtë e kërkon kushtetuta. Pastaj nëse e keni futur dhe presidentin në xhep, na e thoni. Ndërkohë që ne mund të ndjekim një procedurë tjetër. Mund të ndjekim një procedurë tjetër që e bën edhe më shpejt efektive këtë marrëveshje. Kuvendi merr kohën që ngarkon kushtetuta, pra e miraton 1 javë pasi ka nisur shqyrtimi dhe patjetër po, ne jemi pro antarësimit të Shqipërisë në Bordin e Paqes. Dhe i kërkojmë autorizim presidentit të Republikës në përputhje me nenin 84 kushtetutës të na jap miratimin që ky projekt ligj të hyjë në fuqi menjëherë. Dhe zgjidhim edhe ngërçin kushtetues, respektojmë Kushtetutën e Republikës Shqipërisë dhe arrim qëllimit të paktën 5 herë më shpejt nga ç'propozoni ju. Se procedura që thoni ju thoni Kuvendi brenda 12 orëve, po ndërkohë presidenti ka 20 ditë kohë për ta shpallur, 15 ditë kërkon pas hyrjes në fuqi, botimin fetore zyrtare të hyjë në fuqi, pra ko marrëveshje që votojmë ne sot brenda 12 orëve, në rastin më të mirë, nëse presidenti shkel kushtetutën nuk e kthen, hyn në fuqi pas 35 ditëve. Pra bëhet efektive pas 35 ditëve. Tani na thoni, ku e keni urgjencën ju? Ku e keni urgjencën? Ndërkohë që kemi shansin të respektojmë kustetutën, të marrim 1 javë, gjatë kësaj jave i kërkojmë miratim presidentit Republikës dhe nuk besoj se do ketë gjë kundër, që të na jap autorizimin që marrëveshja të hyjë në fuqi menjëherë, ligji të hyjë në fuqi menjëherë dhe e bëjmë efektive brenda 1 jave. Pra nga 35 ditë që propozoni ju, se e konsideroni historike këtë fakt, ja ku e keni propozimin e opozitës. Zbatoni kustetutën dhe e bëjmë efektive marrëveshjen brenda 7 ditëve. Pse do duhet ju të shkelni rregulloren? Pse nuk e nisët ju, zoti kryetar, me një ndjesë për deputetët që keni shkel rregulloren e Kuvendit?
sepse keni detyrimin ta njoftoni seancën plenare të paktën 2 ditë përpara se kuvendi të mblidhet. Një njeri i përgjegjshëm që e ndjen respektin ndaj kushtetutës, ndaj ligjit dhe ndaj rregullores kuvendit, në momentin e parë që hap mikrofonin thot po, unë kam bërë këtë shkelje të rregullores se ma dikton kjo situatë e jashtëzakonshme ta shkel rregulloren e kuvendit. Dhe kërkoj mirëkuptimin e kolegëve deputet për këtë shkelje të rregullores që kam bërë. Po ju nuk doni t'ja dini as për kushtetut, as për ligj, as për procedurë. Ju merrni një komandë, i duhet shefit tuaj sot se në vend që t'ishte për ta firmosur marrëveshjen, atje ku po e firmosin liderët e dëshiruar të Shtetet Bashkuara të Amerikës, do vi këtu të flasi me Taulantin edhe shokët e Taulantit. Keni marrë komandën e tij, i duhet kjo propagandë sot, i duhet përxhurmuar zonjën që duhet ishte në gjykatë kushtetuese sot, duhet ishte këtu. Duhet ishte në Burg sipas kërkesës së prokurisë, nuk duhet ishte këtu. Pra doni të zhurmoni intimidimin që i keni bërë gjykatës kushtetuese për rastin dhe aferat korruptive të Belinda Ballukut, dhe o burrat shkelim çdo ligj, çdo rregull, çdo procedurë të këtij parlamenti. Prandaj dhe ne jemi kundër kërkesës tuaj për shqyrtim me procedurë të përshpejtuar të këtij projekt ligji, pa respektuar asnjë rregull minimal të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe të rregullores së kuvendit. Faleminderit. Faleminderit, zoti Balla për replikë. Replik për shkak të përdorimit të emrit. Kam përpara një kërkesë të firmosur nga deputeti që sapo foli, i cili për këtë shkeljen që pas kemi sjell ne ka propozuar amendamente. Në komision, patjetër. Sapo propozohet. Ndryshe themi, ndryshe bëjmë. Ç'të bëjmë ne të shkretët, ç'na ka gjetur me ju, sa i përket saj kërkesës, pa dyshim që të mblidhe në komisionin e jashtëm, këto të shqyrtohen, pra e pas kemi te i kaluar fazën e procedurës, sepse na pas kanë ardhur amendamente. Kështu që këtë teatrin me këto deklaratat, këtë teatrin se gjoja na pas ke gjetur zotrote një zgjidhje procedurale, e para që ta dish kur bëhet fjalë për angazhim ndërkombëtar dhe pjesëmarrje në organizata ndërkombëtare, institucioni i Presidentit të Republikës është përfshirë sepse brenda gjithë dosjes përkatëse do të keni dhe plot fuqishmëritë apo autorizimin e Presidentit të Republikës. Që ta dini këtë gjë se ndoshta ju ka shpëtuar. Po kërkoje se do ta gjesh komision. Shko në komision e pyet përfaqësuesit e qeverisë. Aty e ke. Prandaj zoti kryetari i kuvendit, për të mos humbur kohë, ju lutem të kalojmë në votim kërkesën tonë. Shqipëria edhe kryeministri vet nuk ka kohë për të humbur, për të marrë me njerë detyrat që burojnë nga pjesëmarrja në këtë kartë të bordit të paqes. Faleminderit. Jo, zoti Bardi për procedurë morët fjalën, folët, sepse ja u dham kohën bashkë me 10 minutë në diskutimit. Replik mbi replik nuk mund të bëhet, po çfarë ke? Procedurë morë fjalën. Fole për procedurë. Zoti Sheaj dhe më pas kalojmë votim. Jo, vazhdo. Ma dha mua, okay. Zoti kryetar, ndërkohë që ne flasim këtu,
dhe flasim për procedura, po ndodh diçka historike në gjykatën kushtetuese, zoti kryetar. Zoti Shea, kjo Në nuk ka lidhje me gjykatën procedurën. për procedurë, zoti Ne kryetar. jemi institucioni i Kuvendit të Shqipërisë. Kemi agjendën tonë, ju lutem flisni për agjendën tonë nëse keni diçka. Për rendin e ditës, për ditën e sotme. Zoti kryetar, më lejo ta mbaroj, ju lutem, se do dalte procedura. Dakor? Tani, zoti kryetar, prokuroria ju është drejtuar deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë për heqjen e imunitetit të zonjës që është shturur aty, sepse do ta arrestoj. Neve, si përfaqësues të Partisë Mundësia, na është mohuar e drejta të kemi provat mbi të cilat prokuroria kërkon arrestimin e asaj zonjës që është shturur aty Më falë, dhe çfarë lidhje po ka kjo qesh me dhe procedurën? tall. Të lutem. Kjo nuk është procedurë. Nuk është procedurë, nuk ka lidhje me rendin e ditës sotme. Zoti Berisha. Vetëm një pyetje. A jeni gati ju? A jeni gati që Ramaduro t'ja transferoj, t'ja delegoj kompetencat Lubi Ballukut? Ju lutem zoti Berisha. Na u përgjigjni këtë Jo me pyetje. këtë gjuhë. Kjo është pyetja. Në parlament, në kuvendin tonë nuk e lejojmë të gjuhë. Po, kjo. Jo, nuk e lejojmë E këtë. shef? Këto etiketime Edhe ju shef ka me kaluar inatë. koha. Jo, Gjithë jeni lubisht. Jeni lubisht. zoti Fatmir Mediu për procedurë. Jo. Kryetar, Jo pra. Jo, pra, Kryetar. se po ofendon, po fyen. zoti Bardhi ja u bëri të qartë një kërkesë, i cili o gazi a mundet pastaj. Pra zoti Bardhi ja u bëri të qartë një kërkesë që lidhet me ju në radhë parë me gjithë secilin deputet këtu, të respektojmë kushtetutën. Dhe kjo është një çështje që te kalon dëshirën tonë. Se po vazhduam kështu, unë nuk e di se do kemi më parlament apo jo. Ne në mënyrë të pa diskutueshme që për çështjet e sigurisë dhe marrëdhënie me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për bordin e paqes bijem që të gjithë dakord. Por nuk mund bijem dakord për të mos respektuar kushtetutën dhe procedurat. Sepse kështu siç po bëni ju, do vini një ditë të propozoni Edi Ramën me mandatin e Bajram Begajt për të bërë mbreti i këtij vendi. Dhe pastaj do ta aprovoni, mbreti u çmend dhe do dalim gjithë thonë më rrof mbreti. A ka mundësi të respektojmë kushtetutën dhe procedurën? Kjo është e thjeshtë. Faleminderit. Natyrisht që kjo është një mbledhje që mblidhet konform kushtetutës dhe rregullores, padyshim. U thanë disa të pavërteta, të cilat mirë është të sqarohen, u tha që po vendosin për një vendim i cili është i pafirmosur nga kryeministri dhe i pa kundërfirmosur nga ministra e jashtme, nuk është e vërtet. Ky është vendimi i firmosur. E para, e dyta lidhur me këshillat tuaja për respektimin e rregullores edhe të kushtetutës. Ju siguroj që dhe kushtetuta që ju flakërit sigur është marrë, është ngjitur nga ne dhe është vendosur në raft, në respekt të kushtetutës, zoti Bardhi. Hedhim në votim për miratim kërkesën për shqyrtimin me procedurë të shpejtuar të projekt ligjit për ratifikimin e marrëveshjes pranimit të Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga kryeministri Edi Rama në kartën e bordit të paqes. Votimi është i hapur me karton. Kush është pro? Numëro votat pro. 80 vota pro. Kush është kundër? Kush është kundër? Numëroni votat kundër. ...22 vota kundër, kërkesa procedurë për shpejtuar miratohet. Me miratimin e kërkesës për shqyrtimin e procedurë për shpejtuar të projekt ligjit për ratifikimin e marrëveshjes së pranimit të Republikës së Shqipërisë
përfaqësuar nga Kryeministri Edi Rama në kartën e Bordit të Paqes, u vendos që ky projekt ligj do të diskutohet dhe miratohet në këtë seancë plenare. Përpara se të fillojmë me shqyrtimin dhe votimin e projekt ligjit, është e domosdoshme të mblidhet Komisioni për Europën dhe Punët e Jashtme për të shqyrtuar projekt ligjin. Komisioni për Europën dhe Punët e Jashtme do të mblidhet në zyrën Gert Bogdani, këtu në godinën e sallës plenare. Të japim kohë 1 orë e 20 minuta komisionit dhe të rikthehemi në orën 12:00 për të vazhduar seancën plenare me shqyrtimin dhe projektimin dhe miratimin e projekt ligjit. Faleminderit, shihemi në orën 12.